O ju robër të Allahut, Zoti ju i Gjellëvala, shikuesi dhe digjuesi në çdo pjesë të natës dhe në çdo pjesë të ditës dhe në çdo vend dhe në çdo kohë, por ai subhanahu wa taala me bujarin dhe ursinë e tij ka caktuar që disa momente dhe çaste brenda natës edhe ditës lutjet pranohen dhe dëgjohen më shumë. Dhe prej tyre është koha mes qendisë dhe akshamin në ditën e xumë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, me të vërtet në ditën e xumë është një moment që nuk e godet robi duke u lut, vetëm Allahu ja pranon lutjen. Po një për atyre momenteve që Allahu te bareke ve teala i pranon lutjet është koha e pjesa e tretë e natës, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kull lejletin ila samai dunya, zbret Zoti ynë me një zbritje që i takon madhërisë së tij në pjesën e tretë të natës, në qiellin e parë të tokës, dhe thot, a ka kush që më lutet që unë t'ja pranoj lutjen? A ka ndonjë të sëmur që unë t'a shëroj? A ka ndonjë borxhli që unë borxhin t'ja pagoj? La ilaha illallah, çdo natë për netëve të Zotit Gjelle Gjelalu, zbret Allahu me madhërinë dhe bujarinë e tij, ashtu siç i takon madhërisë së tij subhane, dhe ju bën thirrje njerëzve deri në ezanin e namazit të sabahut. A ka kush që më lutet që unë t'ja pranoj lutjen? O ju robër të Allahut, a nuk e kemi një lutje tek Zoti Gjelle Ala? A nuk e kemi një sëmundje që dëshirojmë që Allahu na shëron? A nuk e kemi një borxh që dëshirojmë që Allahu te bareke ve teala të na i pagon borxhin? Ja ku janë dyert e Allahut, ja ku është Zoti ju i Gjellewala, ju dëgjon dhe je pranon lutjet. Andaj mos nguro që ti bësh lutje atij subhanahu wa taala.